e që kjo faktikisht paraqet inkurajim për gazetarët për të paraqitur rastet e tyre, për të trajtuar, kur ato trajtohen me intimitet nga ana e sistemit gjyqësor dhe kur për to merren vendime të merituara. Po në anën tjetër ne dëgjojmë edhe historinë e Dorit, e cila faktikisht edhe pse që ka qenë kërcënuar, e kanosur, rësëmuar nga grupe të ndryshme, nuk ka ardhur deri te drejtësia në këtë rast dhe ende nuk kemi ata të cilët janë sulmuar para drejtësisë. Dhe kjo paraqet pastaj dekurajim për të gjithë ata gazetarët të cilët faktikisht kanë pasur fatin ose kanë fatin e mirë për të paraqitur raste në sistemin e drejtësisë. Duhet të kemi parasysh se sistemi i drejtësisë duhet jetë më efikas. Nuk ka dyshim që sistemi i drejtësisë është shumë më efikas se sa që ka qenë më herët, por nuk ka dyshim që kemi edhe shumë për të ndryshuar, për të përmirësuar, për të avancuar sistemin e drejtësisë. Nuk mjafton prokuria të trajtojë rastet në afat ligjor, për shkak se një hetim penal mund të kryhet brenda 2 viteve. Kur flasim për sigurinë e gazetarëve, nuk flasim vetëm për sigurinë fizike të gazetarëve. Flasim edhe për sigurinë juridike të gazetarëve. Nuk është inkurajuese kur në rastet civile që trajtohen në gjykatë, edhe qoftë edhe slap pa ditë, kemi një trajtim ndoshta më 4-5 vite për të trajtuar një padije gazetare. Nëse një padi nuk trajtohet për 4 vite, 5 vite nga ana e gjykatës, atëherë adiana dhe gazetarët e tjerë do të dekurajohen për ta kryer gazetarinë. Ne jemi dëshmitar që në të kaluarën kemi pasur edhe raste kur janë sulmuar gazetari, kërcënuar gazetari, kanosur gazetari dhe rastet të tyre janë parashkruar. Në thonë dhe pastaj, kjo i ka inkurajuar secilin për të ndërmarrur apo për të përcjellur veprimet e tjera, dhe kjo përkatësisht një trajtim i tillë, domethënë nuk ndikon në preventivën, nuk ndikon në ndalimin e këtyre rasteve, përkundrazi inkurajon këto raste. Asociacioni gazetarëve ka qenë shumë aktiv për të inkurajuar gazetarët, shfrytëzoj rastin nga kjo kryeza, nga kjo panel që të inkurajojnë gazetarët që të raportojnë për çdo rast, pavarësisht se sa i rënd duket rasti. Për arsye se nga një kanos e vogël, nga një kanos që duket jo serioze, nga një ngacmim, nga një sulm, pastaj mund të përfundojë në raste të tjera që mund të jenë më serioze për të trajtuar më vonë. Nëse vetëm i shiqojmë media sociale nga koha e raportimit që dol nga raporti i fundit ku e renditi Kosovën në vendin e 99, shohim çfarë sulme të parashikuara dhe të organizuara janë bërë në drejtim të gazetarëve. Tani me dispozitat e reja të kodit të procedurës penale, është përcaktuar një institut i ri procedural, zgjedhësisht ankesa lidhur me dështimin e prokurorit që të ndërmerr veprimet. Kur thënë këtë, kemi parasysh situatat kur vetë gazetarët janë denoncuar përmes kallëzimit penale në prokuri apo përmes policisë kallëzimit penale të cilat paraqiten në prokuri. Në rast kur një kallëzim penal nuk trajtohet brenda afatit 1 mujor, zgjedhësisht 6 mujor, pas ndërmarrjes së disa veprime të caktuara, secili gazetar, gjithsesi kur është subjekt i dëmtuar në çështje penale, mund të paraqisë ankesë në prokurinë e apelit, mirë të konstatohen dështimet e prokurorit të shkallës së parë, gjithsesi prokurorit të prokurisë themelore apo prokurisë speciale në ndërmarrjen e këtyre veprimeve. Çfarë do të konstatohet se ka pasur? Nëse konstatohet se ka pasur dështime nëse prokuria e apelit ndërmarrën veprime të caktuara me të cilat kërkojnë nga prokurori i shkallës së parë që të jap sqarime lidhur me dështimet eventuale, nëse ndjekin që në afatin sa më të shkurtër dhe ndërmerr gjitha veprimet të cilat është obliguar të ndërmerr. Por nuk do të kaluar faktin se shumë, sidomos persone në gazetarë sigurisht se kanë ndodhur edhe përmes aplikacioneve sociale, përmes formave të tjera. Dhe persona të tillë në shumicën e rasteve janë të paarritshëm për shkak se nuk gjenden në Kosovë. Por ajo që duhet të bëjmë edhe ne si institucione legislatuese në këtë rast, sigurisht se duhet vënë në zbatim mekanizmat konkret ligjor përmes ndihmës juridike ndërkombëtare dhe forma të tjera të riskadimit pas identifikimit të atyre personave. Se përket bashkëpunimit mes policisë, prokurisë, po pse jo dhe gjykatës dhe mediave, asociacionit, sigurisht se ky fillim i bashkëpunimit mund të realizohet përmes përmes krimit të një besimit të ndërtuar. Ne si prokurim kemi koordinator lidhur me krimin e këtyre çështjeve kur si po e dëmtuar janë gazetare.
sigurisht se përmes kontakteve të vazhdueshme, përmes kërkimit të raporteve të rrjetit lidhur me çujimin e rasteve të kontinentit janë prezantuar duke afrozuar të bashkëpunim. Ne nuk ka shumë të kërkojmë bashkëpunim gjithmonë në qëllim që të krijojmë gazetarë në një ambient sa më sigurt e mirë të kryejnë punën e tyre ashtu siç duhet. Që rasti i Gencit, kolegu Djerës sharoj më së mirë të këtë situatën që jemi vu përballë pothuajse çdo ditë, mund ka rastisë kryeministrin Kurti me përcjell shumë shpesh apo me prit për me marrë një përgjigje, sidomos për kohën e fundit ku jemi vuar ballafaqur me situatën në kuvend, por që jemi të pa një mungesë të mos transparencës, jo vetëm nga qeveria, por edhe nga disa ministri, sidomos prej se i ka kaluar mandati, prej se është qeverinë e detyrë, jemi të pa që më ministrit nuk janë të kthyer përgjigje në pothuajse asnjë pyetje që adresojnë. Kjo qeveri ka qenë ndër më të mbyllura, po themi kështu, për shkak që gjatë përvojës si gazetar në vite, me dekada po them, që kam punuar në media, kem përcjell shumë qeveri, shumë kryeministra, shumë ministra. Por sikur kjo qeveri ka qenë më e mbyllura, tregon edhe fakti që kryeministri Kurti rrodh herë pothuajse asnjëherë nuk paraqitet para mediave. Qoftë edhe ta organizojnë një konferencë në qeveri, nuk e ndalon askush që t'jap mesazhet e tij. Por lere më që të flas pas një aktiviteti që detyrohen gazetarët që t'i shkojnë ka pas për ta marrë paktën një fjalë të tij dhe në atë moment gazetari pengohet, gazetari shtyhet, gazetari linçohet, madje kanë arritur deri në atë pikë kur gazetarët janë quajtur argat të Serbisë. Kjo është kulmi i një politikani, kulmi i një subjekti politik, kulmi i një klase politike në Kosovë ndaj qasjes së gazetarëve, ndaj mediave në përgjithësi. Kemi pas tentime për mbyllje të një televizioni në Kosovë. Po, klima të bërit gazetari në Kosovë fatkeqësisht është të vështirësuar sëmos në 2 vitet e fundit dhe këtë vërtetojnë më së miri edhe raportet vendore dhe ndërkombëtare. Së fundi e ka vullosur raporti i reporterëve pa kufi që e vendos fatkeqësisht vendin tonë në pozitën e 99 sa i përket indeksit të lirisë së medias në botë. Është një renditje katastrofale, në fakt e papranueshme, por që ka një sër faktorësh pse ka ndodhur, e cilat i kemi thënë edhe një konferencë ditës së djeshme, ka të bëjnë kryesisht me miratimin e ligjit për KPM-n që është kundër kushtetues dhe ka rezultuar të jetë kundër kushtetues me tendencën e vazhdueshme të qeverisë për të ndikuar në pavarësitë editoriale të transmetuesit publik RTK, në fushatat e vazhdueshme denigruese në cilësimin e gazetarëve nga grupet politike, në këtë rast më shumë të qeveria si armiq të popullit dhe mungesën e transparencës edhe qasës në dokumente publike. Janë gjithë këta faktorë që janë grumbulluar me një tendencë të vazhdueshme të qeverisë, siç kemi parë gjatë ditës së djeshme, sulmin fizik në një farforme nga mbrojtja afërt e kryeministit ndaj një gazetari vetëm se dëshironte të bënte pyetje. Dhe përgjegjësia i takon qeverisë së Kosovës që të ndërmarrë masa, cila do që të jetë ajo në të ardhmen, që të ndërmarrë hapa konkret për të përmirësuar këtë klimë. Mediat kanë qenë gjithmonë cakit gjitha pushteteve që prej përfundimit të luftës asnjë pushteti nuk i pëlqen raportimi i mediave kur ai vën në pikpyetje pra si raportim qeverisje në një partie të caktuar politike ose në një qeveri, por nuk ka qenë asnjëherë më keq se tash, nuk ka asnjë diskutim që nuk ka pasur asnjëherë fushat kaq të egër dhe të orkestruar nga një qeveri kundër mediave dhe kundër gazetarëve për shkak të punës së tyre, për shkak të opinioneve të tyre, për shkak të lirisë së shprehjes. Liria e shprehjes edhe liria e medias në Kosovë ekziston në masën që gazetarët e mirëmbajnë atë, mediat e mirëmbajnë ato, por gjitha veprimet dhe raportet tregojnë që ka pasur tendencë të vazhdueshme me veprime konkrete të kësaj qeverie për ta minuar, për ta kufizuar, për ta nënshtruar këtë liri të shprehjes.